Tirana tash e ka dopsi. Sipas mendimit tim, aty duhet ndërhyjë trajneri Shehu, ai e ka përvojën, e ka rikthim të dytë e Tirana, ka njeh ambientin, i njeh të gjitha, dhe mendoj që gradualisht, duke pasur parasysh edhe lojtarët cilësori që i kanë ardhur, dhe ekipi nuk bëhet me shumë shpejt, se ka 4-5 futbollistë që ke gati 50% informacionit e ke rishtas, që ka ardhur brenda një muaji. Po dhe gjithë Çfarë mund ta shpëtojë Tiranën në situatën që ndodhet momentalisht? Çfarë mund ta shpëtojë Tiranën me situatën që ndodhet momentalisht? Tirana i ka të gjitha mundësitë për shpëtuar. Duke qenë se merkato e janarit u bë me bujë shumë të madhe dhe siç ne diskutojmë që lojtarët janë me goxha kualitet. Tirana nuk shkon më shumë se play-off. Ka dhe cilësi shumë. Më shumë se play-offi i bie do të ketë të njëjtin fat. Nuk shkon, se do të arrijë play-off, Tirana shpëton. Problemi i Tiranës është ashtu, nuk është problemi i cilësive individuale do të futën shërbim të ekipit. Edhe kjo do kohën e dur, unë mendoj që trajneri Shehi shumë shpejt do ta bëjë skuadrën shumë të mirë. Se kualiteti brenda nuk është se i mungon. Për te atyre që ta Bano, mendoj që dhe lëvizjet e shpeshta në konceptin e zhvillimit lojës Tiranës kanë ndikuar negativisht. Po negativisht, sepse çdo trajner shpalos idetë e tij dhe lojtarët këtë nuk e di si do ta menaxhoj për pak kohë që ka Shehi, që nga largimi që ka bërë Shehi që në fillim kampionatit dhe deri tashti është kohë e largë dhe janë ndryshuar pothuajse shumë lojtarë, por janë ndryshuar dhe shumë mentalitetet të trajnerëve që e kanë pasur dhe e kanë menaxhuar Tiranën. Është ndryshe si mund ta kërkoj unë dhe është ndryshe si mund ta kërkoj Xhevdeti. Është ndryshe se çfarë shpalos unë, po është ndryshe çfarë shpalos dhe ky tjetri. Me fjalë, të gjitha këto bëjnë atë vorbullën e keqe të Tiranës, por unë them dhe kam bindjen që Tirana nëse shkon në play-off, që do të jetë fitore për Tiranën, Tirana nuk del nga kategoria. Kuptohet? Por do ta ketë vështirë rrugën e ka shumë vështirë sepse ka ndeshje shumë vështira para. Jem gati unë. Po. Josel pastaj Zeka. Po. Këtë javë kishte shumë ndeshje që po themi janë kryefjalë e javës, po ne po flasim për klasikën. Dalim te kjo. Është një ndeshje që i ka të treja rezultatet, të dyja ekipet janë ekipe me histori, ekipe që kërkojnë rezultatin me patjetër. Vllaznia vinte nga një sfidë e humbur me Bylisin, Tirana vinte nga një barazim me të Utën, ka ndodhur dhe trajneri 4 tek Tirana, gjë që sjell rishtazi mungesën e Tiranës në vazhdimsi, mendoj unë, edhe që i falet gjatë gjithë kohës motivimeve të reja. Bën blerje të reja dhe sikur i ngjallet për disa javë. Me një trajner të ri dhe sikur i ngjallet për disa javë. Ka ardhur momenti që tek Tirana të jetë momenti ballafaqimit me të vërtetën dhe të ndërtojë një balans. Pra, profesor Shehi Gesi të jetë i fundit edhe të jetë ai që ta stabilizoj, meqense është rikthimi i dytë tek Tirana. Edhe i guxim shumë duhet thënë, pak si rikthim, se të marrësh Tiranën në një fazë të tillë është e njeh shumë mirë ambientin, ka bërë mirë me Tiranën, ka besimin e plot të stafit, mendoj se i njeh edhe lojtarët, e ka karakterin e dur dhe është luftarak, ka eksperiencën e dur për të bërë mirë tek Tirana. Do ta shikojmë në javët e ardhshme, sepse nuk mund t'i kërkojmë llogari, po themi në thonjza. Një ndeshje është ajo. Për 3 ditë pjesë e ekipit Tiranës. Me sa pash unë tek loja, them drejtën jam pak kritik edhe pse e simpatizoj Tiranën si ekip. Është e vërtetë që lojti vetëm për 20 minuta dhe pastaj u fol vetëm për Vllaznin, edhe pse patjetër që do flitet për Vllaznin gjatë ndeshjes sepse është kryesuesja e kampionatit.